Në një kohë kur kryeministri dhe ministri e shëndetësisë Albana Koçiu vazhdojnë të trumbetojnë me krenarisë se shëndetësia shqiptare po ecën drejt standardeve europiane, realitetin e terren tregon spitale me kushte të mjerueshme, mungesi gjene dhe pajisje të vjetruara. Një qytetare ka denoncuar publikisht gjendjen e spitalit të Beratit, duke e përshkruar si një vend të mbytur nga pislëku, ku jo vetëm njerëzit, por edhe pemët po sëmurën nga papastërtia. Qytetarja ka dërguar edhe video në redaksin ton, ku shihet qartë realiteti i hidhur. Shihet një tablo e zymë që nuk i përket një spitali modern europian, por një spital ku jeta e pacientëve është shpesh në mëshirë të fatit, ndërsa po rikë natyrën jashtë godinës spitalore. Spitali Beratit po sëmurë dhe pemët nga pislëku, shkruan qytetarja. E në këto kushte, shpesh të denoncuara nga qytetarët, shpesh të provuara nga vetë ne, në vend të investimeve reale, shohim më shumë propagandë qeverie, më shumë ceremoni hapjes shpitalesh të reja, që në fakt janë godina të vjetra me fasada të lyera. Premtimi për një shëndetësi falas dhe të denjë për qytetarët shqiptar europian ka mbetur një slogan i zbrazët i qeverisë aktuale, që po me këto kushte që na ofron, siguron edhe një mandat të 4 vjeçar në krye të shtetit.